Banorët e fshatit i ndërtojnë shtëpinë nënës me 3 fëmijë jetim, Bashkia e Shkodrës e bllokon. Bamirësia e banorëve të Bërdicës në Shkodër po i ndërton një familje me 3 fëmijë të mitur dhe nënën e tyre një banesë, pasi fatkeqësisht një vit më parë fëmijët mbetën jetim pas ndarjes nga jeta të babait të tyre. Duke qenë në kushte të vështira ekonomike dhe me një banesë thuajse të pabanuar, banorët e zonës dhuruan secili diçka, duke mundësuar ndërtimin e një banese për këtë familje, por ndërtimi ka mbetur në mes pasi bashkia ka gjobitur nënën e fëmijëve dhe ka raportuar rastin në policinë e Shkodrës për ndërtim pa leje. Nga mediat mësohet se ky veprim ka indinjuar banorët, të cilët i kërkojnë bashkisë të japë ndihmën e saj për strehimin e kësaj familje dhe jo të bllokoj punimet apo të procedoj penalisht nënën me 3 fëmijë jetim. Sa kaq, nga Bashkia e Shkodrës ende nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë rast.